Miq të emisionit Vikend, si që ceka, në kuadër të këtij emisioni do të kemi edhe të ftuarin ton. Sot kam një mikun tim i cili me të vërtet me punën e tij bën një punë shumë fisnike, një punë e cila e bën vetëm një njeri që ka vullnet dhe që e don atë punë. Është një koreograf, është një njeri i cili shumë gjenerata po nxjerr duke i lidh ngusht me kulturën dhe ato të jenë sot dhe nesër artistë të ardhshëm. Do t'jetë bashkë me ne Jakub Ajeti. Jakub, mirë se erdhe. Shpresoj që këtë vikend nuk ta kemi prishur për shkak se dihet, ju koreografët organizojeni shumë gjatë vikendeve, por ke gjetë kohë sot t'jesh bashkë me ne. Për juve çdo herë, Samet. Faleminderit, Rudno. Jakub, si je? Mirë. Si është një vikend i jot? Po, pas një pune të lodhshme të asaj nga e hënia deri te e premtja, zakonisht vikendin e koordinojmë pak më ndryshe, pak një dalje të vogël, një kafe me bashkëshortën, me familjen, me kështu me radhë. Sigurisht. Sot jemi për diçka që do të përfshim disa tema, sa i përket asaj që rinia apo të rritë çdo herë ndoshta e kërkojnë atë më të mirën, por disi edhe ju mungon. Je një koreograf momentalisht i cili vepron në shoqërinë kulturale artistike Drita e Dervenit, dhe do të kisha dashur meqense jemi në fillim të këtij vitit, të kisha dashur që një përshtypje të vitit kaluar, se si ishte ai vit dhe me ata aktivitete që kemi pas që keni qenë të ngarkuar dhe keni pas shumë punë. Sigurisht, çdo fund vit, domethënë kryetari i shoqërisë fton ekipin e vet, duke filluar nga kryesia e ngushtë te koreografi Valltar Qir, duke i elaboruar domethënë gjitha aktivitetet të cilat i kemi pas gjatë vitit 2025. Kështu që kanë qenë aktivitete të bollshme, kanë qenë aktivitete cilat kemi marrë pjesë në vendet ndryshme. Pavarësisht asaj lokales këtu që i kemi, po sigurisht që nuk e anashkalojmë edhe të marrim pjesë edhe jashtë vendit. Domethënë ato që mund t'i ceki që për neve si shoqëri kanë qenë më të suksesshme, ka qenë festivali i Deçanit, diku në muajin prill vitit kaluam. Pas asaj ishte festivali i Antalyas, ku festival ta themi që ishte një festival mjaft i mirë. Edhe ajo e fundit me të cilën ne vetëm se e përmbyllëm vitin 2025 ishte festivali i Sarajevës, ku ishte me të vërtet një festival i mirë, kishte grupe të ndryshme, e kështu me radhë. Po, e gjithë kjo kërkon punë, Jakub. E ceka edhe në fillim në hyrjet e emisionit se kjo vetëm se bëhet me vullnet. Vetëm se bëhet duke e dashur kulturën. Në trego sa kjo dashuri mes asaj puna të them atij hobi të bën që ti jesh i lidhur me këtë profesion. Nuk është profesion që momentalisht t'jep lavdërie, më kupton, është duhet të jesh shumë ta dush profesionin. Shumë ta dush, po. Meqense sigurisht që e kemi cekë edhe në emisionet e kaluara, domethënë fillimet e mia kanë qenë prej viteve 95 e deri më sot me një shkopuqje të vogël. Kështu që sigurisht që dashuria ndaj folklorit, ndaj vallës ka qenë e kahmoçme. Edhe sigurisht që kjo shpirtnisht në mba, për shkak se duke e pa të rëndësishme që duhet t'i motivojmë edhe rinien që vijnë pas neve. Për shkak se dihet, ne jo çdo do vazhdojmë edhe shumë kohë, mirë po ajo që unë dëshiroj është që dikuj edhe t'ja trashëgoj këtë punë, për shkak se rinia ka nevojë të mirën me kështu lloj aktivitete. Ashtu. Të rritë të cilët vetëm mos e janë të inkuadrojmë, janë artistë
t'i quajmë për shkak se ndoshta nuk janë profesionistë, janë amator, po Sigurisht. Janë artistë të cilët gjithashtu edhe ato e bëjnë një gjë që është pikrisht vullnetare. Edhe ato vinë vetëm se e duan vallën, e duan kulturën. Na tregoj Jakub sa ato janë të dhënën mas këtij hobi, mas këtij profesion. Për momentin jo vetëm me grupin që ne punojmë, po kemi edhe grupe tjera, domethënë të gjithë ato të cilët janë pjesë e shoqërisë tonë, gjithë ato të cilët janë antarë të shoqërisë, gjithë ato e bojnë këtë punë për shkak se është qefi tim, është si ta elaborojmë këtë mënyrë që ato kontribojnë pa asnjë pagesë, kështu që faleminderit, kemi mjaft antarë të cilët kontribojnë këtë shoqëni. Shoh kohën e fundit që ka nisë të rikthehet interesimi i madh të shoqërisë. Çdo herë kemi lajmëru se duhet vit të rritë edhe tasi për mos me u anashkalu edhe krejt kjo punë e aktivitetit ose edhe shoqënive, pse jo. Në të shumtën e rasteve ke pat edhe lavdrata, Jakub, se me koreografin tënde je përqendruar ose je përmbajt tek vallet e mirëfill të Shqipe, tek muzika sidomos që e shoqëron vallën. Nuk ka qenë ndonjë muzikë modernizuar të themi që të jetë jashtë kornizave të asaj që ne si popull e kemi të servuar apo kemi muzikë autoktone të popullit tonë. Shif, çdo herë për shkak se dije, domethënë nuk duhet dalim jashtë korniza dhe nëse një vallë përpunohet. Sigurisht që nga ato vallë morim ka pak elemente, po nuk guxojmë dalim jashtë kornizave të cilët kemi vendosur me përpunu atë vallë. Tani kjo na bën neve që t'jemi pak më të sigurt në këtë drejtim. Kemi vendosur me përpunu një vallë ma autoktone, ma në drejtimin ma i lire, do më thonë ne duhet jemi mrena të kornizave, me hapa, me stilet e ndryshme që i kërkon, mu ajo vallë. Gjithashtu edhe veshja është në atë nivel që është simboli i popullit tonë dhe i ka ato tipare të cilët duhet t'i përmbajmë. Sigurisht edhe këtu e keni parasysh, Jakub, këtu desha të lidhem, sigurisht që edhe përshtatja e veshjes në bazë të vallës. Patjetër, kur e përmenda pak më herët që nuk guxojmë dalim jashtë kornizave, do me thonë këtu përcaktohen gjitha, duke fillu nga hapat, vallja komplet me hyrje, brendi dhe përfundim, po edhe në fund duhet t'i përshtatet edhe veshjet, cilët neve vetëm se e kemi pregadit atë vallë. Ashtu. Është ai trendi, por disi është e bukur kjo, për shkak se fëmijët apo rinia shohin nëse nuk kanë mundësi të jenë pjesë ndonjë festivali ta ndjekin. Kemi diçka në trend tash, Jakub, që shumë valltar, shumë grupe të cilët nuk paramendohet një dasëm, një aheng familjar pa pjesëmarrjen e valltarëve, ajo e cila është më e bukur edhe me veshje kombëtare. Sigurisht. Na trego pak si janë kjo ndjenjë dhe si po bashkohen këto gjëra. Të them drejtën, diku ka viti 2013 fillova ta bëj një pauzë të vogël nga këto aktivitete që deri tash i përmendëm. Duke pas parasysh se miq shok familjar ton e dishin se Jakupi një kohë gjatë ka qenë nëpërmjet shoqëri kulturore artistike dhe në atë periudhë vetëm se filloi të ketë ka pak interesim që darsmort kenë diçka tradicionale në darsmët e tyre. Duke fillu kështu duke realizu një darsëm, po pas asaj dullën edhe 2-3 darsma tjera, e pa është arsyeshme se duhet fillohet edhe duhet t'jemi prezent na për darsmat tona. Jo vetëm duke mos e tregu kulturën vetëm nëpërmjet festivaleve të ndryshme, po të shohim pak, t'japim edhe një interesim tjetër nëpërmjet darsmave të cilët
po realizohen. Kështu që po ecë mirë, grupët e shoqërive kulturore artistike tash ndoshta nuk mirën ketë me këto punë, po shumica po ke drejti. Kështu që ajo që mu mas shumti më krenon ke drejti, për shkak se tash është kulmi ku gjithë darsmorët po e kërkojnë tradicionalën ta kenë prezent në darsmën e tyre, duke pas parasysh sukur të ajo hyrja e çiftit, po pjesë të asaj diku në kohë darkës kërkojnë diçka më tradicionale, nusja, dhondri, grupi i valltarëve, kështu që ajo mu po më pëlqen që është rikthye, për shkak se një periudhë u largu pak, për arsye tash mund dalin lloj-lloj atraktiviteti në përdarsma. Mirë po asnjëherë nuk guxon që tradicionalën ta largojmë. ECECA e dun edhe veshjen kombëtare, në të shumtën e raste edhe me veshje kombëtare. Sa është e mirëpritur kjo, Jakub, sidomos aty ndjet në një anë ke gjeneratat më ndryshme, ke pleq, ke trije, fëmijë kështu me radhë. Sigurisht, edhe pse pak më herët ECECA se një periudhë u kriju në atraktivitetet ndryshme, u kriju në grupet ndryshme, duke anashkalu pak këtë tradicionale. Mirë po, unë me kolegë qërë, me shokë qërë, insistum që asë se si mës të anashkalojmë. Po të fillojmë, ndërtojmë diçka të rej për me rikthy prapë në përdarsma këtë tradicionalën. Kështu që, e thamë, çdo darsmor i cili lajmërohet, pikëpari thotë e du grupi me veshje tradicionale. Du një diçka të performoni në gjatë asaj periudhës kur është darka, edhe sigurisht që çifti e ka ideët e veta se çfarë mund bëjmë ne si organizator apo si menaxher i asaj darsmës. Kështu që thamë që shiqër që u rikthy. Vetëm në arsye që mos të harrojmë tradicionalen. Bat programi zakonisht të organizojni me program, si është organizimi i gjithë kësaj? Një realizimi një darsmës mund nga ana tjetër shifet që është shumë më e kollajshme, apo shumë më e lehtë ta them. Mirë po, për të realizuar një darsëm është kogja një punë e madhe. Pikëpari është edhe s'ka reprizë dasma, njerë banë. Asë se nuk ka reprizë, mirë po, du thëmë që është përgjithësi e madhe. Zakonisht, në atë periudhën e darsmave, si menaxher, duke, në fakt, para se me fillu darsmat, si kur grupi ka nevoj pak për një koordinim. Për të vetëm në arsye, sebeb që darsmat janë darsmat ndihshme, janë darsmat cilët njëherë njëtë, ku thave nuk ka reprizë në atë darsëm, edhe kërkoj që nga komplet grupi, në fakt jo nga komplet grupi, po nga komplet ekipi i cili do merë pjesë në përdarsma, do më thonë kërkoj që t'jenë përgjithshëm. Edhe kështu që sigurisht që nga fillimi i sezonit, nga fillimi ati 40 ditorit të ngarkum, cilët në ato 40 dit mund të realizohen bind dhe darsma e ma tepër tash fiks nuk muj mi cek, mirë po, do më thonë, në atë 40 ditorshin, do më thonë, jemi non-stop në për darsma, ku mund këtë darsma ditën, mund këtë darsma edhe natën, pavarësisht angazhimeve. Po qëllimi jem është sebeb që grupi me cilën janë prezent në për darsma, janë kryesor, janë që janë përgjithshëm, e kryjmë punën si duhet, dhe normal, mbasi darsmorit t'i kryet darsma, në pa tjetër, do më lemrojët nesrit, edhe do e elaborojë komplet me një fjallë se faleminderit, grupi ishte perfekt. Sa është kërkesa e ndryshme nga kraina, nga darsma, dihet se të themi ne traditat, ato gjanat janë ndryshme, një darsme në Kërçov, një darsme në Shkup, një darsme në Kumanov. Duke pas parasysh se që ne nuk janë ashkalojmë. Do me thonë jemi prezent duke fillu nga Kumanova deri te Struga, kështu që kemi fillu, jo kemi fillu, po veç e kuptojmë, do me thonë nga fillimi se një darsmor që lajmërohet nga Kërçova e dim se çfarë kërkojnë ato, ose nga Kumanova, ose pavarësisht, do me thonë me një fjalë i kemi kuptu me kohë se çka dojnë.
Nëse ka dhe një detajt vogël diku ndështojmë, nëse ka dhe një ndryshim me atinve, mund të ndryshojmë, po në përgjithësi do me thonë jemi të mirëkuptueshëm këtë drejtim. Zakonisht muzika shoqëruese e vallëve është është e tipareve shqipe, do me thonë është 90% është e përqendruar tek këto. Sigurisht, do me thonë përveç hyrjes shiftit, që ato e kanë përparësinë për zgjedhë muzika që ato kanë planifiku, jo dala jashtë asaj tradicionales tonë, do me thonë me vallet, me muzikat ato të cilët i kanë përzgjedh, kurse në kohën e darkës ku na e cekëm pak më herët, do me thonë pjesë e programit ka disa vallet përpunume nga ne. Aty pas asaj atyre vallave, do me thonë një minutazh dikon 2-13 minuta me program, e kemi lënë një pjesë për çiftin ku grupi i valltarëve, disa vajza e morin nusën, disa djem e morin dhëndrin, aty krijohet një mini darsëm në kuadër të programit tonë. Në përjetët sociale kemi pa që ndonjëherë shoqërohen edhe këngët e vetë këngëtarit që janë prezent aty, shoqërohen pikërisht organizohen ato sofrat interesante janë edhe ato ku këndohen sidomos kur në fund kur këndohen edhe këngët patriotike disi jep edhe ajo një bukuri edhe prezenca e valltarëve me veshje kombëtare. Sigurisht, në këtë kuadër të kësaj darsmës, tash më varet se komplet darsmori se çka preferon. Do të thonë, a e do pak më modernën, a e do këtë tradicionalin, ku përfshin mbas këtij programi, do të thonë, kemi edhe 2 pika tjera. Ato më varet nga darsmori, i kërkon apo nuk i kërkon. Po e shoh që tash i kam pa 2-3 darsma sezonin e kaluar, e shoh që për vitin e ardhshëm ka kërkime shumë. Improvizojmë një sofër ku në atë sofër ftohet dhëndri, do me thonë sofër ku morin pjesë burrat, edhe improvizohen dikon. Një falemnderim madh nga krejt këto këngëtarë, orkestër, cilët na mirë kuptojnë se kjo pjesë është në kuadër të programit. Edhe mbas asaj, mbas të përfundon ajo, do me thonë si krejt ëmbëlsirë e kësaj darsme, e kemi kriju një flamur të madh. Kur tham flamur është i madh, do me thonë metër nuk e di tash mos mund gaboj, po është kriju aq mirë, është punuar aq mirë saqë me të vërtet e kërkojnë shumë. Po tash është i krijuar një, edhe nuk muj me bë shumë ndryshime me çu edhe shumë na për darsma tjera. Ato që e kanë fatin me e pas. Bën një performancë e bukur, a? Patjetër. S'bë darsëm pa flamur atë. Nuk bë darsëm pa Jakub, suksesin këtë drejtim, është mirë për shkak se e thash, jo të gjithë e kanë atë fat në qytetin e tjera apo në vendin e tjera të organizohet ndonjë festival dhe të jetë kontakt me ato me valltar, me veshjet kombëtare dhe pikërisht në ato momente shkon edhe kënaqen darsën, por edhe ka rast të shikojë edhe artist valltar në këtë rast. Do të rikthehemi përsëri tek shoqëria. Këtë vit si e parashihni si do të jetë një vit i ngarkum? Janë bë ato analizat pak shumë se sigurisht pak a shumë kemi këto koordinime të cilët i kemi para pa për vitin 2026. Po shpresoj që do jetë sigurisht që do të jetë vit më i ngarkum se 2025. Për shkak se atje do ndodhin, në fakt do ketë programe, festivalet ndryshme, duke mos anashkaluar edhe organizimin e festivalit Saraj Fest. Po, pikërisht aty deshta për shkak se ajo është një bar apo është një simbol i Sarajt dhe kur përmendet Saraj Fest dihet se ato ditë atje lulëzon kultura dhe ka vetëm kulturë. Na tërgo si do tjetë si vjetë? Si çdo vit, edhe këtë vit, do me thonë, drejtori i festivalit ka caktu data jo zyrtare, po planifikojmë, do me thonë, që jemi në kuadër të asaj që ishin ato ditë e vitit kalum. Sigurisht, pres mrena kësaj javës drejtori të thirrë mbledhjen,
përcakton detyrat e secilit që i takojnë, këshillit organizativ, mu si koordinator, edhe të fillojmë organizimin. Ajo që mbje barë mu, tjetë ftesat e grupeve cilët do të marrin pjesë, për zgjedhja e grupeve, edhe të shofim, edhe pse këto 6-7 vitet e fundit nuk kemi pas dështim. Shpresojmë që edhe këtë vit të kaloj ashtu, si që është ma mirë, sigur çdo herë që është organizu. Grupe ka pat nga më të ndryshme. Jeni munduar çdo herë të keni grupe nga shtete ndryshme dhe kultura të ndryshme. Do të jetë sigurisht edhe si vjet e njëjta metodë. ECECA pak më herët. Presim vetëm konfirmim zyrtar të datave të cilat do i shohin parampame. Kontaktet vazhdojnë me vendet ndryshme, atë që e kam si për detyrë. Interesimi është i madh, duke pas parasysh se vitin e kaluar dhe shumë vite tjera, festivali ka bërë një bujt madhe këto vjet e fundit, duke pas parasysh se kanë marrë pjesë shumë shtetet ndryshme. Duke fillu nga ato viti 2023, nga Uzbekistani e dhe Rumanie, Moldovie, kështu me radhë. Kështu që kontaktet janë, tash i presim vetëm konfirmimi edhe të fillojmë organizimin. Shumë bukur. Kisha dash për në fund sigurisht aje cila çdo herë na tangon tek të rit, sidomos tek ato adoleshentët, cilët ndonjëherë, jo të gjithë, po ka prej atyre të cilët dojnë të jenë pjesë e shoqërisë, kështu që më mirë që mund ta gjejë vendin në një shoqëri kulturore artistike pavarësisht ku, nuk do të gjenë vend tjetër ku mund të argëtohet dhe sigurisht tjetë pjesë atyre pjesëmarrjeve që ku shkëmbehen kultura dhe shkëmbehen të gjitha ato traditat në për vendet tjera. Sigurisht, ne mbas çdo mbarimit të vitit, domethënë japim një pauzë me valltarët që i kemi të zakonshëm dhe fillojmë me pranimin antarëve të ri. Kështu që edhe si vjet, tash mbasi të filloje shkolla, kemi plan të bëjmë shpallje nëpër shkolla të ndryshme. Me çfarë arsye? Me arsyen se duhet rinia të jetë më aktiv pak. Shoh kohën e fundit kjo pak si e kemi si habi pak, sepse është inkuadrimi i dopt në këtë sektorin e vallëzimit. Kështu që ne do të bëjmë promovimin, do bëjmë një promovim ashtë mirë sa që ato fëmijë, ato cilët kanë ndërmend të jenë pjesë e shoqërive, ta kuptojnë atë thjesht që ai bindet se seriozisht duhet të mirët me këtë drejtim. Kështu që po shpresojmë që sikur vitet e kaluara edhe këtë vit të ketë interesim të madh, apeloj te shkollat, te arsimtarët që ti inkuadrojmë pak fëmijët në këtë drejtim, që tregojmë pak, nëse ato inkuadrojmë pak, ato kur të vinë te na do të jenë sado pak të informuar. Në kuadër të asaj edhe na do informojmë në mënyrën më të mirë, duke i prezantuar se pikëpari veshja sigurisht që e ndryshon njerin. Ndryshon në sjellje, ndryshon në gjitha aspektet. Kështu që bëj apel rinia sa më shumë ne të aktivizohen. Pavarësisht jo vetëm në sektorin e vallëzimit, po në sektoret ndryshme që me mund të largohen pak nga do Vese tek qia. Ashtu. Jakub, faleminderit që ndove kohë, këtë vikend t'jesh bashkë me ne. Do të kishem përmbyll matë që bëni dasmat me elemente tradicionale, bëni dasmat me flamur. Janë këtë rast koreografi Jakub na tregoj se mundohet që edhe me një flamur gjigant tjetë pjesë e performancës dasmave, kështu që dasmat bënë më të bukura kur kemi elementet cilët nuk duhet t'i harrojmë asnjëherë. Asnjëherë. Do të thonë një valle, një darsëm tradicionale, po e zbukuron. Sigurisht po ka pamje pak më të ndryshme, po ka pamje të mirë, darsmorët, misafirët mrena në darsëm, po kanë tjetër shije.
Sigurisht. Faleminderit edhe njerë për kohën. Faleminderit edhe për juve për ftesën. Të nderuar miq, bëjmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi në studio, kemi edhe pak deri në fund të emisionit.